Dritan Prençi është prokurori Spakut që flet mbi ndosjen e incenatorit të Tiranës, ndonëse janë publikuar faktet, provat, dokumentet nga CNA, nga media të tjera, si dhe janë bërë denoncime edhe nga opozita për këtë aferë që është quajtur afera e shekullit. Prençi ka në zyrën e tij në Spak një mal me dokumente që zbërthejnë aferën e incenatorit të Tiranës, por duket se ka zgjedhur të tërheqë zvarrdosjen dhe të mjaftohet vetëm me akuzën e grupit të strukturuar kriminal dhe që faturën qindra miliona eurosh edhe korruptive t'ia faturoi Lefter Kokës dhe disa zyrtarëve të tjerë. Dritan Prençi ka para dokumentet që akuzojnë Erjon Veliajn, kryebashkiakun e arrestuar të Tiranës për 13 akuza për 5 vepra të rënda penale, por refuzon të ngrejë të paktën një akuzë për të. Po ashtu, siç e kemi paralajmëruar dhe më parë, CNA nuk do të ndalet dhe do të vazhdojë të sjellë dokumente, fakte që tregojnë implikimin e Erjon Veliajt dhe njerëzve të tij në aferën e shekullit, atën të incenatorëve, pavarësisht se janë ngllabëruar qindra miliona euro nga taksa paguesit shqiptar për një incenator që nuk ekziston. I pari dokument që Dritan Prençi nuk e sheh është se Erjon Veliaj dha okein për incenatorin pa konsultim me Këshillin Bashkiak. Erjon Veliaj ka firmosur dokumente të rëndësishme që lidhen me projektin e incenatorit të Tiranës. Në mars të vitit 2017, Veliaj firmosi një dokument që pranonte studimin e fizibilitetit për ndërtimin e incenatorit të Tiranës. Ky studim më vonë rezultoi të kishte kosto të falsifikuara. Veliaj firmosi një aneks kontratë që i kalonte Bashkisë së Tiranës përgjegjësi financiare të konsiderueshme për këtë projekt. Veliaj mori përsipër të përfaqësonte jo vetëm Bashkinë e Tiranës, por dhe 4 bashki të tjera të qarkut pa u konsultuar me to, duke i hapur rrugën një kontrate koncesionare 30 vjeçare me vlerë fillestare prej 128 milion eurosh. Kjo kontratë është firmosur pa miratimin paraprak të Këshillit Bashkiak, duke shkelur ligjin për vetëqeverisjen vendore. Ky dokument është prova për të akuzuar Veliajn për shpërdorim detyre dhe angazhime financiare të paautorizuara. Por kryebashkiaku ka më shumë se një firmë të hedhur në aferë. Veliaj me firmën e tij është angazhuar për të kryer të gjitha pagesat për depozitimin dhe përpunimin e sasisë minimale të mbetjeve me çmimin 29 euro për ton pa TVSH për gjatë gjithë kohëzgjatjes së marrëveshjes për 30 vitet në vijim. Por ai gjithashtu u angazhua për të dhënë asistencë për të gjitha procedurat e lidhura me ndërtimin dhe funksionimin e incenatorit inekzistent të Tiranës. Dokumenti i dytë tregon se si drejtorët e Erjon Veliajt firmosin për të bërë ushtar të kompanisë së landfillit të Tiranës. Një marrëveshje që tregon se si drejtorët e Veliajt, por edhe personat të tjerë ndërtojnë skemën e kontrollit të territorit për dherat, duke i shtuar aferës së incenatorëve, dyfishën e të ardhurave, me një skem që shkon më shumë se 60 milion euro, por ndoshta edhe më shumë. Pasi kompania bëri një marrëveshje me drejtorët e Bashkisë së Tiranës, të cilët duket se nuk kanë asnjë të drejtë të firmosin atë lloj dokumenti, pasi kontratën e bën autoriteti kontraktor që duhet të ishte Bashkia e Tiranës dhe do ta firmoste kryetari, jo një tub drejtorësh të firmosin ca letra, asaj u shtuan të ardhurat me 10 miliona euro çdo vit. Shpikën dherat, transportin e tyre në landfill, bën një kontratë, i futën disa vula dhe u lëshuan si hena me biznesin, duke vënë tarifa që dherat të çoheshin me detyrim në landfillin e Sharrës dhe më pas me detyrim dhe prap t'i blije. Dokumenti i tretë që Dritan Prençi e ka në dosjen e tij në zyrë, por sërish refuzon ta shoh. Dokumenti tregon pikërisht lidhjen e Ajola Xoxës me landfillin e Sharrës. CNA ka publikuar dokumentet sipas të cilave tregohet se Ajola Xoxa asistonte kompaninë Megël Benja me pranar Vladimir Fezgën dhe i përgatiti dokumentet për kompaninë që të merrte biznesin e mbetjeve në landfillin e Sharrës, në kohën kur kryetari i Bashkisë Tiranë ishte bashkëshorti i saj, Erjon Veliaj. Përmes autorizimeve të lëshuara, Megël Benja autorizon shtetasin Ines Dani dhe shtetasin Erald Ismaili, të dy shtetas që dalin në dosjen e timore të Spakut për çiftin Xoxa Veliaj, të dy njerëz të studios ligjore të bashkëshortes së kryebashkiakut, që të kryejnë të gjitha veprimet e nevojshme pranë QKB-s. Dokumenti i katërt që Dritan Prençi nuk e sheh. CNA publikoi një tjetër dokument që tregon se si Ajola Xoxa bëri ortak Erjon Veliajn me grupin e strukturuar kriminal të incenatorëve Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoton. Dokumenti tregon se Vladimir Fezga i Megël Benja autorizoi shtetasin Ines Dani dhe shtetasin Erald Ismaili për të kryer të gjitha veprimet e nevojshme pranë QKB-s për depozitimin dhe regjistrimin e kontratës së shitjes së kuotave midis shitësit, shoqëria Megël Benja dhe blerësit shoqëria Integrated Energy BV SPV. Sipas këtij dokumenti që
ndodhet në dosjen e prokurorit që po tërheq zvarr dosjen e incenatorit të Tiranës Dritan Prençit, njerëzit që janë autorizuar nga Vladimir Fezga për shitjen e Megël Benja tek Integrated Energy, BV SPV, janë Ines Dani dhe Erald Ismaili të studios ligjore të Ajola Xozës. Këto dokumente tregojnë se Ajola Xoza bëri ortak Veliajn me grupin e strukturuar kriminal të incenatorëve, ku truri ishin Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto. Dokumenti i parë që tregon se Vladimir Fezga themeloi Megël Benja dhe letrat ja bëri Ajola Xoza. Dokumenti i dytë tregon se Vladimir Fezga i shet aksionet e Megël Benja tek Integrated Energy BV SPV dhe sërish letrat ja bëri Ajola Xoza. Këto dokumente janë prova e qartë se afera e incenatorëve i ka tentakulat përtej Mirel Mërtirit dhe Klodian Zotos. Tentakulat shkojnë deri tek Ajola Xoza dhe Erjon Veliaj. Për të kaluar sërish te prokurori që ka dosjen Dritan Prençi, i ka këto dokumente por nuk vepron. Prokurori që flen mbi këtë dosje nuk i ka vënë një kokë dosjes më korruptive që ka vjedhur paratë e taksave të shqiptarëve të varfër për një incenator që nuk ekziston.